sot që nga shumë ftohtë, shumë ftohtë. Edhe nuk jam veshur ashtu siç duhet. Sa po u kthyehem në shtëpi, filmi ishte i rënd, nuk e prisja, më thënë e dija që ishte dram, por nuk prisja që të prekesha aq shumë. Nga fundi isha shumë ngarkuar emocionalisht, por më pëlqeu shumë dhe unë do ju sugjeroja të shkoni ta shikoni. Të shkoni ta shihni në kinema, ama jo në shtëpi, sepse është tjetër eksperiencë për mendimin tim. Tani do rregulloj pak ushqimet, bëm ca pazare para se të shkonim kinema dhe do rehatohem, ndoshta do editoj pak vlogun, sepse më në fund kam pak kohë të lirë. Por me thënë drejtën do doja edhe të shlodhesha dhe ta shijoja pak të fundjavën pa bërë ndonjë punë, pa detyrime, sepse jam goxha e ngarkuar gjatë javës dhe thjesht dua që t'i shfrytëzoj këto ditët e pushimit për pushim. Kaq, nuk dua t'i vë vetes më shumë detyra edhe të ngarkohem kështu. E deshe me sheqer ose me ata me kështu kokra? I holla sheqer, kësajt i holla këtë Kokën? po. Ka edhe Cilën kokrën do? brenda. Cilën? Ja këtë do ma skaq. Kafja karburantit hits different. S'kam këne qumsh të shirë. So, this guy is my office crush. Mirëmëngjes, vesha shall sepse është ftohtë. Në mëngjes është ftohtë. Nga dreka bëhet vap, nga masditja është okay. Po marsi në Gjermani është gjithmonë i paparashikueshëm, kështu që më mirë merr masa. Tani do nisemi për në punë. Por si fillim do bëjmë një ndalesë për një kafe dhe mëngjes. Dhe pastaj do vazhdojmë rrugën për në punë. Coffee stop te Edeka. Kemi Edeka rrugës për në punë, e cila ka edhe stacion karikimi për makinën, që është perfekte. Makina hajme dhe ne.
jemi kthyer në shtëpi. Sot nuk kam filmuar shumë gjatë punës sepse ka qenë një ditë e ngarkuar. Tani që jemi në shtëpi, është koha për të qetësuar. Kunata, motra e Henrit, na ka sjell lasagna për darkë. E përshëndes dhe falenderoj shumë se do kishim ngrënë bukë thatë nëse s'do kishte gatuar ajo. Përveç një atletit dhe më Tja është foleja është një tjetër të si përfshirë vjen oh my god, po vjen këtu Kisha parë Ai bukur Afër zyrës kemi drenusha si kaloj rrugën Tani jemi rrugës për shtëpi. E mbyllëm në këtë javë. Edhe shohim ça na pret gjatë fundjavës. Këtë fundjavë ndodhemi në një hotel Kështjell. Kanë qenë 2 muaj intensiv pune. Kemi qenë të lodhur të dy, edhe unë dhe Henry, nga mëngjesi deri në darkë, duke punuar. Edhe këtë fundjavë kemi llastuar pak veten. Kemi ardhur në një hotel shumë të bukur. Mua personalisht më pëlqejnë shumë hotelet. Më pëlqen eksperienca në hotel. Kur vjen shërbimi, mëngjesi,
Edhe Airbnb-t kanë atë lezetin e vet, por mendoj se më shumë janë kur je grup shoqëror, është edhe më ekonomike, plus pjesa e gatimit që e zgjedh vet, gatuan vet. Ndërsa në hotel më pëlqen trajtimi që merresh, një çik kështu, special, i veçantë. Është një dhomë shumë e bukur, shumë e veçantë. Nuk jam ndonjë fan se e madhe e letrave të murit, me thënë të drejtën, por kjo letra e murit është shumë e bukur. Edhe nuk është shumë e ngarkuar. Ja, si që shikni. Ka një ngjyrë bujqelle të lehtë me lule të bardha si lule bore. Ne për pak do bëhemi gati për darkën tani, do zbresim poshtë dhe pastaj me zor po pres të bëj një banjo në vask. Se nuk kemi vask te shtëpia dhe për mua vaska është si eveniment. Dua shumë që në shtëpinë time të ardhshme të kem një vask. Edhe me zor po pres. Po të shohem tani se do fillojmë do bëhemi gati edhe shihemi pastaj. Go have a cigarette. Okay. Okej, gati për darkën. Futbolli. Yeah. Okay. Kisha kapur pak flokët që t'i jepja formë, sepse nuk kam marrë pjastër as ndonjë, nuk kam marrë as pjastër as gjë, kështu që.